Në një kohë kur pritet të nisë sezoni i plazhit dhe përgjatë vijës bregdetare ka nisur pastrimi për të pritur pushuesit, ndotja nga kolektori i Levanit që derdhet në bregdetin e Darzezës vazhdon të shqetësojë banorët. Mbetje organike që sipas banorëve vijnë nga kompleksi i mbarshtimit të derrave në zonë, sipas banorëve përveç se po kontaminon tokat përgjatë kolektorit, rrezikojnë dhe shëndetin e pushuesve në këtë sezon veror. Komplet për zonën tonë këtu që ne na degradon tokat na degradon bimët, se unë mjell salci, mjell bastan, mjell domate, speca, drejtë, edhe të gjitha këto. Edhe ky vazhdon po të njëjtin program. Po di unë më duket si stallet dera, se më duket se ujti është shumë i ndotur, është me ngjyrë ujti. Se s'është burim. Ky është ndodhje. Edhe kur punojnë pompat, ai pastrohet. Pastaj fillon e rrin pompat pa punë, ai fillon ndodhja komplet aty. Edhe spinat baktit ujës, neve s'punojnë dot. Për pak ditë ai është gjithë ndodhja është kështu kolosale këtu, se plazhistët s'ka do lënë aty do lahen me ujin e derrave. Përdorin lloj ilaçe të tjera dhe kështu gjë. Domethënë këtu është katastrofë një. Këtu nuk vijnë plazhistë. Ashtu tani analizë se mos janë verë edhe se dimni. Po që ka, ndotje ka. Sidomos të në baktit të fshatrat që vinë, derdhin ato metorinat të tyre. Nuk diskutohet. Është e përhershme. 365 ditë. Detë shkon kur punojnë pompat. Ose nëse nuk ka hyrjen nga deti. Po të ketë hyrjen nga deti e filtrohet, pa është edhe fshati. Po me këtë atë ka ujë shumë, po kur vjen vjosa, është çik më pastër, se mund ajo. Shumë shqetësues për ne. E parë punës njerëz se ne kemi blegtori. Blegtoria këtu nuk ka vend tjetër veç këtyre kanaleve të pinuj. Blegtoria në këtë kanal nuk pi dot ujë për arsye se shumë i ndotur. Me se është i ndotur? Me mbeturina, me dëgjon çka ka këtë lart nga një thertora, çka mund të kenë, nuk e di se ç'është, por shumë i ndotur. Jo, se jemi hankuar, ne kemi ngritur zërin, po nuk na dëgjoni. Kanali në qoftë se punojnë pompat, gjithmonë i këndet. Çdo kanal, se ka lidhje me njëri tjetrin, punon hidrovort, këndet drejt. Po shumë burim infeksione, derisa spi blegtoria ujë, çfarë do motë që nuk është burim infeksione. Nëse është me periudhat të caktuara, ky është vazhdimisht tavaska. Kjo është një situatë që përsëritet dhe pavarësisht denoncimeve të banorëve, nuk ka marrë një zgjidhje.